Dhe me zjarrin nuk luhet, as me ujin njësej, të herë aktive edhe në festa. As edhe një intervenim që shkojmë ose rast, nuk shohim ftyrat buzëqeshura. Po jeni në brigadën profesionale zjarfikse Prishtinë, unë jam në atë Berisha dhe si skuadrës. Aktualisht, si kushte, si kryeqytet që po flasim, nuk janë nivelit maksimal, por nuk janë edhe për mu anku. Problematikë kryesore nështë që mujmë me cekë është mirëmbajtja e pajisjeve aktualisht, për shkak se si profesion kërkan urgjencë edhe të rastet kur do të mu trajtu si automjetet zjarfiksave, po besoj që në parmën edhe kjo do të rregullohet. Një sharem për publikun, na punojmë 4 ndrime, me një orar prej 12 orësh, çdo ditë të vitit 365, normal kuptohet me rotacion në çdo 4 ndrimet që jemi. 24 orë të plota, 365 vit, të herë aktive edhe në festa. Me që jem të kjo pjesa e festave, një sharim për publikun, normal kërkesa që ka janë në teren për operacione ose intervenime zjarfikses, asnjëherë nuk zvoglohen, nuk reduktohen. Çdo herë, varësisht sa ka kërkesa dhe ju përgjigjemi me kapacitetet që kemë. Ndërsa të rastet e aktiviteteve brenda njësisë, binë vetëm nivelin e nevojshëm për funksionalitet të punëve brenda shërbimit. Unë jam që 25 vite e 3 muaj i punësum shërbim zjarfikse. Gjatë kësaj kohe keni menduar ndonjëherë me dalë për kësaj fushë? Pyetje që her pas here edhe mendoj. Ndoshta deri më tani jo, por në të ardhmen besoj që duhet më të rrehej ose me lanë si profesion. Tani arsyet janë ndryshme. Fillimisht kërkojnë përgatitje fizike. Dhe një moshë caktuar nuk mundesh me apliku si profesion, për shkak se vetë organizmi ndryshon në kushte normale, rrethana normale, jo një shërbim zjarfikjes për një periudhë caktuar kohore kur çdo herë je ekspozuar temperaturave të larta dhe potencial të shkrirjes të organizmit, shpenzimit tepërt ose edhe problemeve shëndetësore që i shkakton si profesion.